besë folim. Të dashur miq, sot po e fillojmë një emision të ri bashkë me Hisari Online, emision që ka për qëllim të jetë argëtues satirik, që ka për qëllim largimin e xhamatit nga stresi i rutinës së përditshme që ballafaqohet. Bashkë me Hisari Online sot fillon Hajt se folim. Kështu do të jetë emri i emisionit tonë. Besoj që është një fjalë shumë familjare për krejt shqiptarët. Do më thonë nuk besoj që ka në njëri që nuk ka pas kësi farë eksperienca, qoftë urgjente, qoftë qefit, edhe se ka bo dikush hajt se folmi. Kështu që hajt se folim, kena marrë këtu bashkë, do të mundohemi që të trajtojmë tema aktuale nga java paraprake, cila do të qofshin ato, s'do të kursejmë as politika, as sport, as showbiz, çka të na dalë përpara. Kështu që për këtë javë është çështja e presidentit. Domethënë nuk e di a ka pas ndaj llaf më të përmendur, më të përdorur qoftë për analistave në për këto debatet tona televizive, që shpesh herë, për mos me thonë të gjitha se na është ahin gjuna, janë banalista e jo analista, u konë fjala president, gjykatë kushtetuese, 186, 182, paragrafi X, paragrafi Y. Ky popull ka njëherë thëmë bëllë është normal, se sa duhet më konë i qmendur, ose i krisur. Që ka në servohet neve çdo mbrëmje, pas darke, në për emisionet tona televizive, është me marrë një minel edhe mja nisë me kajt një 2 sahat në s'mënol heq. Cili është problemi që ky vend ka që i vogël, nuk, ma i vogël se unë nashta, nuk është në gjendje mja dhonë këti popullin një president. Gjene be një figurë unifikuse, a pa ka, që unë pja u jap një, edhe nuk e di, a ka në kush që nuk pajtohet me një amën t'il. Keni Brejlir Shaqirin, këngëtari. Nuk e di dikush që ka dhonë kontribut më të madh, qoftë gjatë periudhës shtirë të okupimit të luftës, qoftë pas luftës, njëri gjithëpërfshirës, i takon krejve, i takon krejt shtetit. Me muzikën e tina e ka bashku veriun, jugën, lindjen, perëndimin, maton e këndej kufirit. A i ka knu Drenicës, a i ka knu Tugazhinit, i ka knu Prizrenit, i ka knu Skanës, i ka knu Llopit, Elbasanit, Shqiptaris, i ka knu madje edhe futbollit, tifozave kuqeze. Shumë brelet e kene, po veç nuk dani. Po tashti nuk pedi, as pëdëni, as pëdini. Me 31 mars, është dita së vërtetës, dhe kena mu ullë kësmet pizotit që dit, kërejt të madh e i vogël, qëfar dëmoshe, kena mu nalë, edhe kena me këshyrë me veshën krah që ka për në thot gjykata kushtetuese. E gjykatës kushtetuese ja kena nxerr për hune, kërejt këtë kohë qysh prej themelimit saj, me punë. Sidomos prej shkurtit vitit kalum, e deri tash, kanë punu edhe për atë periudhën kohore kur nuk kanë bu kur qa. Jo që për mëdhimen, se qatë punë e kanë, ata zallë nuk shesin, as dru nuk qajnë. Në t'i grahin punëve të veta, edhe mundësisht, në t'nalojmë pak rahat prej të këti stresja, amullia, problemeve të përditshme që i kena, mongi ju kemë edhe juve për teket filanit e të fistekit me shku në zgjedhje ka 2-3 herë e sërë të teket juve. Do më thonë nëse shkojmë edhe një herë, sa përna bëhëm bre, 2, 4, 5 herë për 13 muaj. Po e bojmë në edhe këtë padrejtësi, s'kem qa me bo. Nëse veç ja keni mësy kësa e farë pune. Në hajt se folim, kena me folë sonde edhe me një personazh që m'ju hek pak prej budallakut të këtyne temave të krejt kësaj kohë që jeni përballë,
sot e kena një figurë shumë dashën, si për juve, si për mu, si Arbër, dhe për krejt qytetarët besoj. Është njëri prej aktorëve më të mirë në Kosovë, është Butrint Lumi, i cili është i njohur për të gjitha rolet e tij që e ka pas tek Kryetari i mirë me shok shumë, rolin e Tevidës te Bashkallajk, edhe njihet për atë episodin e famshëm vitin e kaluar si pjesëtare e bibliotekës Ibzu Sulejmani në Dubai. Kështu që do të mundohemi që përgjatë gjithë kësaj kohe sa do të zgjatë emisioni me pas figura të cilat ju japin pak pozitivitet e ju largojnë prej amullisë së përditshme dhe stresit të madh që ky popull e kalon përgjatë këtyre ndodhive, ngjarjeve që i kena qoftë me çmime, qoftë me pasiguri dhe jo stabilitet politik në vendin tonë. Për pak çaste kthehemi me Butrintin për m'ja bo skip edhe ban gjykatës e presidentit e naftës. Të dashur miq, sot po e fillojmë një emision të ri e Argëtues që ka për qëllim largimin e rutinës së përditshme të njerëzve në Kosovë. Bashkë me këtë rutinën e përditshme kemi vendosur që me e bu edhe një emër pak më interesant, që është si hymni shqiptarëve, qysh unë e menoj. Emri i emisionit do të jetë Hajt se folim. Për çdo sen ky popull e ka një llaf që ta thot hajt se folim. Ndaq nëse i lyp diçka, ndaq nëse ki nevojë për ndihmë, po besa edhe më kon të dek, ai ka mundësi që të hajt se shtyj edhe pak se folim masanena. Për m'ja hek kesën për emision të parë, për me qiru emisionin, e kemi thirrë një figurë shumë dashur për publikun. Kemi thirrë aktorin Butrint Lumi. Faleminderit shumë që ke vendosur me na nderuar emisionin e parë me prezencë. Hajt se folim. Edhe te lajmone hajt se folim, po erdha. Ja, unë erdha. Faleminderit për ftesën e kënaqësi, është hera e parë që unë jam në studiot e Hisarit edhe faleminderit për ftesën e kënaqësi. Faleminderit ty. Kështu me ta bëni pyetje për fillim. Sot a je si kryetar, a je si Tevide, a ke ardhur si zyrtare e lartë të bibliotekës Ibzu Sulejmani në Dubai? Sot jam si Butrint. Sot si Butrint. Ja, sot si Butrint, ato tjerat kur xhiroja. Kështu, si Butrint, a menon që është roli më i shtirë i jetës më kon si Butrint, a me përkthy karakterin a për ato rolet që të jena mësuar të pa ty gjatë karrierës tonë? Jo, na fatmirësisht që kemi studiu për këtë profesion, edhe tashmë është gjithçka profesionale. Për aktorin tash na jemi 3 në profesion, mirë po pas disa viteve, me të vërtet bëhet pak e vështirë për aktorin për shkak të shumë roleve që i bjen me i lujt, mund të bëhet pak vështirësi sepse mund të jetë diçka nga rolet në jetën edhe ti private. Bëhet edhe si vesme. Po mundet me mbet, mirë po ne fatmirësisht jemi të përgatitëm për këto, për shkak studimeve, për shkak të përvojës që gradualisht fitohet edhe kjo kalohet pastaj shumë lehtë. Me qenë aktor është një kënaqësi shumë e madhe, është një privilegj, sepse... Sa është privilegj në Kosovë më kon aktor? Po, mirë, qëre, na nuk jemi mësu, ndashta jemi mësu edhe jo dhe publiku me ndëgju prej aktorëve thjesht tu anku, po jo, është një kënaqësi shumë e madhe me qenë aktor në Republikën tonë, për shkak se pastaj varet edhe si aktor, se ku profilizohesh, apo ku je ma aktiv, mundesh me qenë teatr, mundesh me qenë film, mundesh me qenë serial, edhe për shembull kur je në serial sikur tash që jam unë, është një kënaqësi e madhe për shkak se je tërkohën pranë publikut edhe çdo javë paraqitesh pranë publikut edhe ka ndjen një kënaqësi sepse ata të pëlqejnë, ta pëlqejnë punën tonë, ta pëlqejnë rolin tonë. Kështu që nuk është që është edhe shumë vështirë. Mirë po, varet pak edhe prej fatit, se si të prinë fatin në këtë profesion. Me këtë takohesh, me cilin grup takohesh, me çfarë kolegë, me çfarë partner punosh,
profesion, ka shumë rëndësi, domethënë ky profesion sidomos me partnerët, me skenarin, me regjien, është një punë kolektive, nuk është një punë individuale. Edhe sikur bash bisedim me ty nëse nuk e kena të mirë, nuk ka që na dalë emisioni i mirë. Kështu që kjo punë është kolektive. Ku e sheh veten, ku të flan më shumë në shpirt? A të flan më shumë në serial, a të flan më shumë teatri, a në farë stand-up komedia, se ku ta di? Na çdo herë aktorët në Kosovë, çdo herë themi teatri. Jo pse na ka mbet si shprehi, po për shkak të studimeve, sepse ne studiojmë 4 vite, studiojmë për teatr. Do më thonë aktori me lujt në teatr. Mirë po, tashti në Akademinë e Arteve janë inkuadru shumë landë të filmit, edhe duke është vështirë me lujt asë në film, asë në serial, apo edhe në pika tjera, kështu që unë musikisht që ma shumë më pëlqen teatri për të arsye, vetëm arsye që është live edhe ndjen publikun, e ke përpara publikun edhe ndjesh e ki atë ndjesin reale. Ndërsa në film, në serial, edhe nëse gabon, apo ndodh diçka mundesh me ripit, ndërsa në teatr nuk ka shans, sepse gjithçka shkon live edhe gabon, vetëm vazhdo, s'ki mundësi për me ndryshu. A ke pas ndaj skenë tillë për shembull në teatr ku je ballavaçu me laj situatë tillë? Po, sigurisht ka pas mundësi ku ndoshta na ka humb teksti ose kemi harru diçka mirë, po për jo rastisht e përmena në fillim partnerin ose partneren në skenë, sepse po sigurisht kjo punë jo rastisht përsëris që është kolektive dhe është bashkë vepruse, varet se qysh koordinohen 2 partner ose 3 partner në skenë edhe mbulojmë një tjetrin edhe kur ka gabime, sepse është pastaj edhe me përvoj fitohet, pra përvoja skenike dhe është vështirë nga ana publiku ndoshta me vrejt që nejna aty e bën një gabim, apo sepse është gjithçka e re për publikun. Publiku asnjëherë nuk e din, as sikur tash nuk e din se çka kena me bisedu unë edhe ti. Kështu që njëjtë ndodhet në teatr, asnjëherë nuk e din se çka realisht është në skenare. Çka paraqitet para tyne. Po mirë, po është një kënaqësi e veçantë kur lunë teatr, edhe sidomos kur studion për to. Kjo është gjithçka. Si fëmijë kur ke qenë, domethënë kur e ke pa që kemu profilizu ose ki prirje për aktrim, për teatr, për filma, kur ma shkurt i bjen kur ke rënë dashni me këto që e bën disa? Po këshire, tash realisht në vendin tonë, sidomos për shkak edhe të rrethanave, për shkak të kohëve ndryshme që ka përjetu ky vend, nuk është që gjitha qytetet edhe tani kanë teatro aktive. Edhe për shembull gjithçka lind në për shkolla fillore. Gjithçka lind për shembull me poezi ose në për ato organizimet e ditave të shkollave apo ditave të pavarësisë apo që organizohen në shkolla, dhe në për klasa çdo herë janë ata nxënësit të cilët recitojnë bukur ose fillojnë me imitu nga pak, edhe gjithçka fillon aty. Njëjtë ka filluar për mua në shkollë fillore në Rambllac, aty kom përfundu shkollën fillore. Unë kom fillu me këngë, me vllahun tim Djerin, mirë po pastaj në shkollë të mesme, është organizu dita shkollës të mesme dhe kanë kërku nxënësa që din me imitu mirë ose kështu, edhe profesoresha ime nderuar e matematikës Arta Morina më ka propozu, ka thënë është një djalë në klasën e 10 i cili po na imiton mirë, edhe më kanë thirrë edhe pastaj ka fillu gjithçka aty. Pastaj në Suarek, deri vonë ka funksionu një lloj grupi i teatrit, teatri Andrave, jemi kyç aty, pra, edhe tani kemi shku në studime, kemi apliku në Fakultetin e Artëve, jemi pranu, kemi kry studimet edhe kështu gjithçka ka fillu. Po gjithçka fillon në shkollë fillore, edhe tash është për fat keq që në për shkolla fillore nuk ekziston arti dramatik, për shembull ekziston arti muzikor, arti figurativ, po sikur të ekzistojë edhe arti dramatik do të ishte mirë për shkak se fillojnë me u profilizu qysh herët edhe fillojnë pastaj e dinë se çka dojnë në studime. Unë në shkollë të mesme vetëm thjesht e kom ditë që dëshira ime ka qenë për me shku me studiu aktrim, edhe kom shku në aktrim.
gjatë periudhës shkollës mesme, po edhe tasht, cilët aktor ose aktore, që vendor që ndërkombëtar i ke pas si ma inspirim që ty me të bo kë aktor që je sot? Që ne, për shembull, tash si shkollët mesme, ata që i kemi përcjell më shumë si Pacino, si Tom Hanks, një ndër prej aktorëve të botënor shumë të mirë, shumë aktorë tjerë, filmat e tyre që i kemi pa gradualisht, ato që kemi pas mundësi me i pas, në kohë që e kemi pas në atë kohë Netflixin, si kur tash që kemi edhe përcjell me filma vazhdimisht, mirë po ja kanë qenë edhe serialet vendore, qërë mos harro, sepse për shembull ka qenë Familja Moderne, ka qenë Kafeneja Jon, edhe Kombinati, që për mua ndoshta është një ndër serialet më të mira që ka qenë, edhe tash edhe ne jemi për dikan, mundemi me qenë për dikan motiv, ose një lloj shpresë, një lloj nxitje, një shkëndi që ajo me vazhdu aktrimin ose me dashur aktrimin. Sepse thash edhe një herë, Suarez ka për fat keq nuk ka teatr, mbahen shfaqje, bëhet një festivali teatrove, zakonisht bëhet në shtator, është producent Brian Basha, bëhet domethënë viti 7 tash, mirë pa ajo është pak, sepse ndodh vetëm një herë në vit. Mirë po, si kur do të ekzistonte teatri, për shembull në Suarez, do të aktivizoheshin aktorë që janë Suarezës, do të krijojnë një repertor i mirë i teatrit, atëherë njerëz do të funksionalizojë edhe kinemaja, dhe atëherë njerëz për shembull kishin mujt me organizu një jetë më të mirë kulturore. Edhe i shkon një nxitje për të rinj që me shku në teatr, me pa një shfaqje për fëmijë, me pas shfaqje për fëmijë, me pas shfaqje për të rriturit, me pas filma për fëmijë, filma për të rriturit. Kështu ishte aktivizuar dhe qyteti. Kështu kish mujt me organizu dikush jetën kulturore ose një vikend ndryshe në Suarezën tonë. Bëdret, nëse jo aktor, qka isha konë jetë? Qka i kësha po si backup plan? Po. A nashta ja kësha po vetës hajtë se folëm, se këshyrëm qa po? Hajtë se folëm, masë mirë. Jo, u kësha pas qef më konat në një pikë, ose me qenë dikon, ku kisha mujt me indimu njerëzve. Nuk e di qka kish mujt me qenë ajo. Mas shumë të që më nëshë minimu Republikës, sot është më bo president. Jo, është president apo problem tash, mirë po, më kanë dikun ku mundesh me indimu njerëzve, kjo është me nej që është sani maj mirë mund shumë. Pasha zotin a këshen i mu fort, me evitu edhe një porë zgjedhje. Edhe ne që jena lodhë shtu në ka ordhë. Po, na jena popullë zgjedhjeve. Na mos më bojna politikanëve tash kur ta thirrën na për fushata, më thon hajt se folëm, mos më dal asnjë. Po, na është mirë mja boç ashtu edhe nuk na çojë çdo 2-3 muaj zgjedhje, se në kohë që i kemi renat na më shku kështu ka 2-3 ka zgjedhje ka shpesh. Renat me zgjela me shku janë 4 vjet kur janë edhe me mirë, po uroj që ka mu stabilizu më ky vendi jonë edhe kena mu reatu edhe me zgjedhje me gjithçka se nuk është në favor të askujna që sidomos popullit ton në këtë kohë të vështira që përjeton sidomos populli jon me pas zgjedhje ka shpesh sepse ato kushtojnë me miliona edhe që ato miliona më mirë është mi marr populli se sa më shku në zgjedhje çdo 2-3 muaj. Me shku na për vende ku ka boll ka nevojë ky vend ku me i harxhu milionat e jona për zgjedhje. Edhe diçka. Cili është naj defekt joti profesional? A vanohesh për shembull në xhirime? Dhe nëse po, pse? Jo, unë kom pas fatin fatmirësisht me pas profesoresh Arbnesha Grabosi Nigja dhe në Akademi të Arteve shumë flitet, shumë na rrinë në kokë kështu që me pas përgjësi, sepse për shembull sikur realisht biseda që zhvillojmë na dy, ti ke organizu ditën, i ke organizu kamerman, ti ke organizu tonistin, e ke organizu studion, e ki studion me orare dhe nëse unë e vonohem, atëherë ty gjithçka të shkon prap. Mas pari kamermanit të tej, unë e kam shku. Kom një që në obligime tjera. Hajde në ka qora, apo dhe të shka ndodhi. Kështu që ne jemi të vetëdijshëm për përgjësin që e kemi, këtë rast edhe unë, fatmirësisht nuk e kam këtë shprehi,
sepse nuk na ka leju dhe profesoresha jonë me kriju këtë shprehi, për shkak se në klasë të aktërimit nuk është që jemi shumë student, maksimumi mundet me qenë 10, pra 5 vajza, 5 djem, edhe nuk e kemi pas këtë luksin që na me uvonu, për shkak se me njerë ka pasu dënimi, kështu që nuk na ka mbërë shprehi që nuk do dojna me uvonu në xherim, sepse e dim rëndësinë dhe përgjithësia që është nëse ne vonohemi në xherim. Qartë. Kemi defekte, sigurisht. Normal, mundemi me pas asi, nuk kemi njerëz perfekt, mirë po, sidomos në këto që janë vonesat e këto, mundohemi me qenë sa ma sakt, për shkak se çdo herë dëmton produksionin edhe nuk del mirë edhe si individ. Me kolegë çfarë raporti ki, për shembull në krejta projekte që kena pas fatin me të pa, dhe që kanë qenë shumë dashuna për publikun, me kënë e ke pas një lidhje pak më të veçantë që ke pas shumë kombinim mirë me ta. Po qërë, tashte kjo bëhet si tashte mundohemi çdo herë me kriju një familjaritet në punën që e punojmë. Prapo kthena te akademia. Ne në akademi punojmë shumë detyra, punojmë shumë sende në grup, edhe mundohemi me punu gjithçka në grup, me kuptu përgjithësinë në grup, me kuptu gjithçka që i bën edhe mirë edhe dëm grupit. Kështu që me atë projekt që punojmë, në atë projekt familiarizohemi shumë, sepse nuk i qare, për shkak se energjia jam edhe jotja, paraqitet para kamerës edhe që ato është publiku. Thojnë ose pas ka arë me zërë, ose pas ka arë me qef butrinti. Apo kupton? Kështu që unë mundohuna zakonisht me kolegët me pas një energji të mirë, një dashni mes vete, një respekt, për shkak se e di që sa ma shumë që jemi të lidhun, aq ma shumë mundemi me nxjerrë sene të mira edhe produktive që edhe publiku më e kënaq. Nuk mundesh me punu diçka që nuk e don. Ky profesion është i tillë, është shumë delikat, nuk e pranon falsitetin, nuk e pranon jo të mirën. Ky e pranon energjinë e mirë, e don energjinë e mirë edhe ndryshe nuk mundesh me ecë në këtë profesion. Sepse qysh në start e din që ky profesion është kolektiv, edhe duhesh mu ka një përgatitun për me qenë pjesë e kolektivit. E vërtet, kjo art. A kemi me po butrinten me naj projekt ma të ri diçka, a ki diçka që jetë të bohe që publiku halon nuk din, apo vetëm me këto që Jo, për momentin jam i angazhuar të seriali Bashkallajk dhe në teatr, me shfaqje, me repriza. Nuk është që kemi diçka të reja, po presim, ne punojmë çdo herë, mirë po ne jemi artist lirë në një farë forme për shkak se çdo herë angazhohemi, këtë varet prej ofertave që na vijnë, qoftë nga ana teatri, qoftë nga ana filmit apo serialeve, mirë po nuk është që ka diçka të re. Për momentin jam në Bashkallajk, ku çdo javë jemi me epizoda të reja, me repriza në teatr, kështu. Se njëri mjaft i respektueshëm në Republikën tonë, kam dëshirë që prej teje me dalë një mesazh shumë i mirë për rinin e këtij vendi, sidomos, cili shkon një mesazh kuptim plot i fuqishëm i butrin të lumit për çdo të ri edhe të re të këtij vendi. Ki nëse dënë me marrë me aktrim, apo ki në përgjithësi? Në përgjithësi, po pse jo edhe për aktrim, se na përshohëm që kastet tona televizive nuk është që nuk vujnë pak për talent ma të madhe, për figura të reja, që kishin mi dhonë ndoshta edhe një energji ma të mirë çdo prodhimi. Çdo herë gjenerata e re, çdo herë se gjenerat vjen me energji të re, vjen me kreativitet, me imagjinat tjetër, për shkak sepse bota po ecë, teknologjia po ecë, gjithçka po ecë. Unë çka mendoj për trite, për bashkëmoshatarët e mi, se nuk është ashtu, mendoj që ky vendi jon, vendi Kosova jon, shumë njerëz kanë dhënë për këtë vend dhe është derë shumë gjak. Andaj unë mendoj që nëse ne nuk kemi mujt me dhënë kontribut për shkak të moshës që kemi pas, diçka për vendin tonë, nëse mundemi me dhënë kontributin duke studiu sinqerisht, duke i marrë diplomat sinqerisht,
dhe duke punu me sinceritet dhe me dashni për këtë vend. Sepse vendi jonë ka mundësi, ka ambicje, unë kam dëshirë që të rritë e vendit tim të kenë ambicje të shëndosh, jo ambicje të sëmur, sepse ambicja shëndosh qënë drejt qëllimi, drejt cakut, ku ti e ke qita qëllim ose atë cak, dërsa ambicja e sëmur nuk qënë asgjë ku tjetër përveç humbjes. Kështu që unë kam dëshirë që të rritë e vendit tim, mos ta shohin vetëm si një dritare për me dalë me migru jashtë vendit, mirë po të shohin që përfundojnë shkollat, shkollimin e tyre këtu dhe të japin kontributin e tyre në vendin e tyre. Vendi jonë ka nevojë për ne, sepse jo rasisht na ka rrit, na ka jap mundësinë me studiu, me shkollu, me ngrit, me ndërtu karrierë, andaj edhe ne duhet me ja kthy vendit tonë me secilin e profesionin e vet. Mirë po, e rëndësishme është që të rritë, e rëndësishme është që të gjendet talentin që ata kanë. Pra secili njeri e ka një talent, mirë po duhet të hulumtohet se ku e ka talentin dhe për çka ka talent. Kjo është vështirë shumë me u gjetë, ndoshta dikush që ka fatin me gjetë qysh në moshtre, dikush ndoshta edhe vdes edhe nuk mundet me gjetë talentin për cilën e ka, mirë po është një fat i madh nëse ti si i ri e gjen talentin për cilën ti je, për punën për cilën ti je, për profesionin për cilën ti je. Kështu që duhet të bëhet një luftë e madhe për me gjetë talentin për cilën ti je edhe ose thjesht për armën e fortë që ti e ki edhe e mbizotron. Gjemat ngone se goxha mirë është ka folë, valla. Veç nëse s'doni mi morë këto farë këshilla dhe këto mesazhe se goxha mirë ka godit kësaj rodhe Butrinte. Butrint, unë të falenderoj shumë që ke gjetë kusët me u kom pjesë e emisionit parë të Hajtë se folim dhe na ke ndëru edhe studiot e Hisarit. Kjo ishte Hajtë se folim e parë, ku najherë e keshim, najherë e menojmë, najherë e zbulojnë ase roli ma i rëndësishëm njët, edhe nashta edhe ma i shtiri është mu kon vetja, kurse Butrinte rolin ma shtiri njët do me thonë për luj ka mas mire. Faleminderit. Faleminderit shumë, unë ty të uraj shumë sukses, të uraj shumë fat në emision, me mosafir të mirë, me mosafir për cilin energji të mirë. Masi e kom nis me energjin, nështë ma të mirën që kom mujt me zgjedh prej dikojna tjetër, besoj që kime pas komën e marë. Faleminderit, uraj, faleminderit, natësi, inshallah, Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.